Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 26 korik, dhe është dita e diel, është dita e Zotit, dita liturgjike, dita e takimit mistik me Zotin Krisht në kungatën hyjnore. Prandaj çdo punë, çdo argëtim që bëhet para liturgjisë hyjnore nuk është i bekuar, madje është i mallkuar, sepse Zoti na ka urdhëruar që të dielën të shkojmë në shtëpinë e Perëndisë dhe atje të takohemi me atë në misionin më të madh që ka kisha në falënderimin hyjnor. Që e marrin ata të krishterë që janë pagëzuar, janë të rrëfyer, janë të kreshmuar, të agjëruar me frikë, besë dhe dashuri. Por le të flasim edhe për pjesën që lexojmë në këtë liturgji hyjnore, lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Galatasve, kapitulli 3, vargu 23 deri në fund, kapitulli 4, vargu 1 deri në vargun 5. Le të flasim në fillim për kapitullin 3, vargu 23 deri në fund, dhe na thuhet: "Dhe para se të vinte besimi, ne ruheshim në ligjin, si të mbyllur, duke pritur besimin që duhej të zbulojë. Kështu ligji që mësuesi ynë për te Krishti që ne të shfaqsojmë me anë të besimit. Por mbasi erdhi besimi, ne nuk jemi më në ndonjë mësues, sepse të gjithë ju jeni bijtë të Perëndisë me anë të besimit te Jezu Krishti, sepse të gjithë ju jeni pagëzuar në Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as skllav, as të lirë, nuk ka as mashkull, as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. Në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhësia e Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit." Dhe po ashtu lexojmë edhe nga kapitulli 4, vargu 1 deri në 5, edhe them se përsa kohë trashëgimtari është i rritur, nuk dallohet fare nga sklavi, megjithse është Zot i të gjithave. Por ai është në kujdestar dhe administrator deri në kohën e caktuar nga Jati. Kështu edhe ne, sa ishin të mitur, ishin të robëruar në elementet e botës. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birin. Kjo pra është pjesa që lexojmë në liturgjinë hyjnore. Në këtë të diel, etrit e kjerë shohin këtë si pjesë një nga shpjegimeve më të plota të kalimit nga beslidhja e vjetër në beslidhjen e re, nga ligji në hir, nga robëria në birëri. Dhe le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas etave, sepse para se të vinte besimi, ne ruheshim në ligjin, si të mbyllur, duke pritur besimin që duhej të zbulojë. Më konkretisht, Shën Jan Gojarti për këto fjalë na thotë: "Ligji është si një roje që na ruan si fëmijë, ai nuk është një burg që në kuptimin e dënimit, por një mbrojtje derisa të vinte Krishti. Populli nuk ishte gati për lirinë shpirtërore, prandaj kishte nevojë për ligjin, si populli i Izraelit, por ashtu edhe popujt e tjerë, të cilët kishin ligjin e shkruar ose natyror. Të dy popujt, si populli i Izraelit që kishin ligjin e Mojsiut dhe paganët, të dy nuk e zbatonin ligjin. Prandaj duhet ta kuptonte njerëzimi që kishte nevojë për një shpëtimtar që t'i shpengonte nga skllavëria ose ndëshkimi i ligjit. Shën Augustini thot: "Ligji zbulon mëkatin, por nuk jep fuqi për ta mposhtur atë. Ai bën njerëzit të kuptojnë nevojën për shpëtimtarin." Shumë njerëz mendojnë se mund të shpëtojnë vetëm duke respektuar rregulla fetare. Ky varg kujton se rregullat nuk e ndryshojnë zemrën. Ato vetëm tregojnë nevojën për Krishtin. Por le të flasim edhe për vargun 24 ku na thuhet: "Kështu ligji që mësuesi ynë për te Krishti që ne të shfaqsohemi me anë të besimit." Fjala greka pedagog nuk thot mësues në kuptimin modern, siç është sot, por një skllav që shoqëronte fëmijën deri në shkollë. Ligji nuk ishte qëllimi, ai ishte udhërfysi drejt Krishtit. Shënqëria e Aleksandris na thot sakrificat, pashkat, tempulli, priftëria, theroret ishin hije të Krishtit, që u përmbushën në Krishtin. Edhe sot, tradita, urdhrimet dhe praktikat kishtare kanë vlerë kur na çojnë te Krishti. Nëse bën qëllim në vetvete, zakonisht disa i shikojnë këto qëllime në vetvete si kur këto përmbushin fen, humbasin kuptimin e vet besimit. Le të flasim edhe për vargun 25 ku na thuhet: "Por mbasi besimi erdhi, nuk jemi më në ndonjë mësues." Pra, etrit do të thonë, kjo nuk do të thotë se ligji ishte i keq në vetvete. Shën Augustini na thotë se ishte si një i rritur që nuk ka nevojë për kujdestar,
kujdestarët e fëmijërisë, edhe i krishteri jeton tashmë nga fryma, jo thjesht nga ligji. Jeta e krishterë nuk mbështetet tek frika e ndëshkimit, por te dashuria ndaj Perëndisë. Vërtet, fillimi i diturisë është frika e Perëndisë na thuhet, por siç thotë Shënjangu i Arti, e nisi me frikë, nuk betemi me frikë, sepse kjo sjell një lloj demonizimi, një lloj të transformimit të figurës së Zotit që është dashuri, por neve fillojmë ta duam Zotin dhe nga dashuria ne zbatojmë porositë e Perëndisë. Çfarë tha Krishti? Nëse më doni, zbatoni porositë e mia, dhe duke zbatuar porositë e mia tregoni se më doni. Por le të flasim dhe për vargu 26, sepse të gjithë ju jeni bijtë të Perëndisë me anë të besimit të Isu Krishtit. Shënqërili thot biri i vetëm është Krishti nga natyra, por ne bëhemi bi sipas hirit, adaptohemi. Besimi na bashkon me Krishtin dhe na jep birërinë sipas hirit. Identiteti krishterë nuk përcaktohet nga suksesi, komësia apo statusi, siç edhe kujtonin judejnë dhe nga lidhjet e gjakut, por nga fakti se është birë ose jo i Perëndisë. Pra që do të thotë në qoftë se është birësuar nga Perëndia nëpërmjet Krishtit. Në qoftë se nuk je i bashkuar me Krishtin në pagëzim, atëherë kjo nuk bën birë të Perëndisë. Nuk të bën thjesht se ke lindur në një familje të krishterë me prindër ose paraardhës të krishterë. Jo, vetëm në qoftë se i pagëzuar, kjo të birëson, sepse mbas pagëzimit ne marrim edhe shpirtin e shenjtë në misterin e mjerosis, që na bën krishterë, dhe shpirti i shenjtë, siç thotë apostolli Pavli, tret brenda nesh Abba o Atë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm sepse vetëm misteri i pagëzimit dhe mjerosis na birëson, jo thjesht tradita ose si them gjenealogjia jon e gjakut. Por le të flasim edhe për vargu 27, ku na thuhet sepse të gjithë ju jeni pagëzuar në Krishtin keni veshur. Shën Efrem Siriani thot, ashtu si Adami humbi rrobën e lavdisë, në pagëzim besimtari vishet përsëri me Krishtin. Do të dim se Adami përpara se të mëkatonte, ai ishte i veshur me rrobën e hirit, me dritë. Dhe mbasi mëkatoi Eva dhe Adami, ata pa veten lakuri dhe ufshen. Por dhe ne kur pagëzohemi, ne rilindim, pra kthehemi në gjendjen e Adamit para mëkatit, madje më shumë sepse ne bashkohemi me Krishtin dhe veshim rrobën e hirit, rrobën e dritës. Krishti si biri i Perëndisë është i veshur me lavdinë e Perëndisë, por ai u veshte me natyrë njerëzore. Duke u bashkuar me Krishtin në natyrën njerëzore, ne vishemi me lavdinë e Perëndisë, dhe kjo simbolizohet me atë rrobën e bardhë që ne marrim mbas pagëzimit. Rroba e bardhë dhe pagëzimi në atë shoqëri i Jeruzalemit simbolizon jetën e re në Krishtin. Pagëzimi pra nuk është vetëm një ceremoni, ai është fillimi i jetës që duhet pasqyrojë karakterin e Krishtit. Kështu që pa pagëzim ne nuk mund të fillojmë jetën në Krishtin. Ne nuk ndriçohemi. Kështu që pagëzimi quhet dhe misteri i ndriçimit. Ashtu siç na thotë prifti, u pagëzove, u ndriçove, u lave, u shenjtërove. Në emër të Atit, Birit edhe të Shpirtit të Shenjtë. Flasim për vargu 28 ku na thuhet: nuk ka as jude as grek, nuk ka as skllav as të lirë, nuk ka as mashkull as femër, sepse të gjithë jemi një në Isu Krishtin. Si të kuptojmë këto vargje? Shënjangu i Artit thot, Pavli nuk thot se këto dallime zhduken biologjikisht ose shoqërisht. Pra njeriu mbetet, përkatësia kombëtare mbetet, ajo është diçka që nuk varet nga neve. Pra ne kemi lindur në një vend dhe i përkasim atij vendi, ose edhe përkatësia gjinore, dhe ajo përcaktohet nga krijuesi. Por kur ne bashkohemi me Krishtin në pagëzim dhe rilindim në Krishtin, të gjitha këto përkatësi kombëtare ose statuse shoqërore nuk ka rëndësi për shpëtimin, sepse ne u bëm një krijesë të re. Prandaj thotë dhe apostulli Pavli, nuk ka më grek dhe judej, nuk ka më të lirë dhe sklever, madje nuk ka dhe burr dhe grua, ose mashkull e femër, jo se njësohen gjinit, bëhemi unisex, jo. Por që do të thotë, në Krishtin bëhemi një krijesë e re. Dhe gjitha ndryshimet nacionaliste, statuse shoqërore ose gjinore nuk kanë më vlerë. Pra, ne bëhemi krishterë. Dhe identiteti i krishterë nuk përcaktohet, si tham, nga suksesi, kombësia apo statusi, por nga fakti se ne bëhemi birë të Perëndisë në Krishtin. Dhe vazhdojmë edhe lexojmë jemi para tek vargu 28, dhe për ta përcaktuar kisha nuk do të bëj dallime raciale,
ose të pozitës ose gjinore, sepse të gjitha këto nuk kanë asnjë vlerë në Krishtin. Kjo është arsye që Kisha Ortodokse, edhe pse shtihet në kohën e hapësirë në vende ndryshme, në kombe ndryshme, ajo nuk i përket një kombi. Pra ajo vërtet hyn brenda një populli, një kombi për ta shenjtëruar, po është trupi i Krishtit. Kështu që Kisha nacionalizmi, filitizmi, racizmi e shikon si herezi. Dhe atje ku shikojmë një frym të tillë, aty nuk është fryma e Krishtit, por e antikrishtit. Le të flasim edhe për vargu 29. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasardhja e Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit. Si të kuptojmë këto vargje? Shën Teodoreti thot premtimet e Abrahamit nuk kufizoshin te gjaku, po përmbushen tek ata që e besojnë Perëndin si Abrahami, i pranojnë dhe shpresojnë në premtimet e Abrahamit, sepse Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo quhet drejtësi. Shën Agustini thot Kisha është Izraeli shpirtëror, sepse trashëgimia vjen nga besimi dhe jo nga gjenealogjia. Populli i Perëndis përkufizohet nga besimi në Krishtin dhe jo nga prerardhja etnike. Prandaj dhe Kisha e krishterë nuk ka vetëm një racë, po është nga të gjitha racat, nga gjitha kombet, që bëhet populli i ri Zotit ose populli mbretëror. Le të flasim edhe për vargun 1 të kapitullit të 4, ku na thuhet dhe them për sa kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet fare nga sklavi, megjithëse është Zot i të gjithave. Si ti kuptojmë këto vargje? Shën Johan Gojarti thot edhe pse Izraeli ishte trashëgimtar i premtimeve që i dha Perëndia nëpërmjet Abrahamit, Isakut, Jakovit, por edhe nëpërmjet Mojsiut, profetëve, ai jetonte ende në disiplinën e ligjit, sepse duhet të tregonte që ishte zbatues i ligjit. Edhe një besimtar mund të jetojë si skllav i frikës, megjithëse Krishti i ka dhënë lirinë. Le të flasim edhe për vargun e 2. Por ai është nën kujdestar dhe administrator deri në kohën e caktuar nga Jati. Si ti shpjegojmë këto vargje? Kujdestarë simbolizojnë ligjin, profetët dhe institucionet e besërisë së vjetër, që përgatitin ardhen e Krishtit. Perëndia sot vepron sipas kohës së tij. Pra arritja shpirtërore kërkon durim. Pra në fillim ne kemi nevojë për mësim, kemi nevojë për monitorim dhe pastaj ne kemi nevojë për frikën e Perëndis dhe ta fitojmë dashurinë e Perëndis dhe fitojmë lirinë e të qenë bijtë të Perëndis. Pra ka stade të ndryshme të formimit shpirtëror dhe këto nuk ndodhin menjëherë. Le të flasim edhe për vargun e 3, ku na thuhet, kështu edhe ne sa ishim të mitur, ishim të robëruar nën elementet e botës. Pra në këtë varg na thuhet sipas ka dy premtime kryesore. Elementet si rritet dhe ceremonitë e ligjit ishin në dhjetën e vjetër, ose si forcat e kësaj bote që mbanin njerëzit larg Perëndis, forcat kundërshtare. Shën Johan Gojarti anon më shumë nga interpretimi i parë në kontekstin e Galatasve se sa janë forcat e errësirës. Çdo gjë që zë vendin e Krishtit, ligji, supersticionet ose edhe sot një idhujtari moderne, pra që njerëzit i frikson ose e shikojnë si fatësietse, mund të bëhet robëria jonë. Prandaj ne duhet jemi të lirë në Krishtin. Çdo gjë që të bëjmë do ta bëjmë për Krishtin dhe me Krishtin. Dhe në vargun e 4 që është na thuhet, por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nështruar ligjit. Pra, Perëndia ka kohë në programin e tij hyjnor për shpëtimin e njeriut. Dhe ky është një nga vargjet më të rëndësishme. Kur u mbush koha. Shën Qirili Aleksandris thot, koha mbush kur njerëzimi ishte përgatitur nga ligji, profetët dhe historia, dhe kjo ishte një kohë shumë e gjatë. Me thënë nga Abrahami deri te ardhja e Krishtit kemi gati 2000 vjet. Nga Mojsiu kemi 1500 vjet, nga Davidi kemi 1000 vjet. Pra, shikoni se si punon Perëndia. Dhe profeti i fundit që erdhi është Johan Parenc dhe Pagzor. Shën Johan Gojarti thot, të lindur prej gruaje, pra pohon njerëzimin e vërtet të Krishtit. Krishti nuk ishte një alien, po erdhi vërtet nga një lindje prej një gruaje, siç ka lindur gjithë fëmijët e kësaj bote, por nga një lindje vjegjërore pa pasur marrëdhënie me një burr, sepse Krishti nuk mund të trashëgonte mëkatin e Adamit, të farës Adamit. Prandaj lindi nga një lindje vjegjërore vetëm prej Virgjëreshës Mari nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Të nështruar ligjit tregon përursinë e tij. Pra Krishti erdhi dhe u nështrua ligji. Krishti nuk erdhi të rebelohet ndaj ligjit. Ai pranoi ato që kishte
ato që ai kishte vetë, i kishte thënë në malin Sinai, pra ai e dha ligjin, fjala, dhe erdhi ta përmbushte ligjin. Dhe vetë të Shenjta Vigjeresha zonja Shëmari, që është nëna e Zotit, ajo e përmbushi ligjin e vet. Sipas etërve të kishte, ajo nuk mëkatoi, nuk e shkeli ligjin, as me mendim. Thjesht ajo trashëgonte mëkatin sugjushor. Aq më shumë dhe Krishti, i cili nuk trashëgonte as mëkatin e Adamit, ai e përmbushi ligjin e vet për të bërë përmbushja për ne. Perëndia nuk vepron rastësisht, ai vepron në kohën e dur dhe kur njerëzit nuk e kuptojnë. Prandaj duhet presim me durim planin e Perëndisë. Le të flasim edhe për vargun e fundit për sot, që të shpengonte ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birërinë. Si të kuptojmë këto vargje? Shën Agustini thot, Krishti mori mbi vete atë që ishte e jona, që ne të merrim atë që ishte e tij. Çfarë ishte e jona? Ishte mëkati, ishte natyra e rënë. Pra Krishti mori natyrën tonë të rënë, dhe mori mbi vete mëkatet dhe i shfuqizoi. Çfarë na dha? Na dha shenjtërinë e tij, na dha shpëtimin e tij, na dha faljen e mëkateve, na dha bashkimin me Atin, na dha birërinë. Shën Athanasi ma thot, Perëndia ose biri i Perëndisë u bë njeri që bijtë e njerëzve të bëjnë bijtë të Perëndisë. Ky është kulmi i gjithë argumentit të apostullit Pavlit, jo vetëm falja e mëkateve, po birëria dhe trashëgimia hyjnore. Shpëtimi pra nuk është vetëm falje, ai është hyrja në familjen e Perëndisë. Besimtari nuk jeton si shërbëtor i frikësuar, por si bir ose bij që mund të rras Perëndin Aba o At. Këtë na i shpjegojnë etrit e kishës, dhe mesazhi kryesor i gjithë etërve të kishës për këtë pjesë është: ligji është përgatitje, jo destinacioni përfundimtar. Ai drejtonte njerëzit drejt Krishtit, kështu që edhe ata që sot mbeten te ligji, prap ata janë larg shpëtimit. Krishti solli përmbushjen duke zëvendësuar robërinë e ligjit me lirinë e hirit. Pagëzimi si mister bashkon me Krishtin, duke bërë besimtarin pjesëtar të jetës së tij dhe të kishës, pra pjesëtar të trupit të Krishtit, gjymtyri, qelisë të këtij trupi, dhe birria hyjnore është dhurata më e madhe e shpëtimit. Në Krishtin, besimtarët bëhen trashëgimtar të premtimeve të Perëndisë dhe jetojnë në marrëdhënie birësore me Atin, sepse duke u bashkuar me Krishtin ne bëhemi krishterë, dhe Shpirti i Shenjtë na mëson të thresim Perëndin Aba o At. Dhe Perëndia shikonte ne Krishtin, dhe duke parë ne Krishtin na do me dashurinë që ka për birin e tij, dhe na jep shpirtin e tij, shpirtin e birit që qëndron brenda nesh dhe na tregon bijë të adaptuar të Perëndisë. Amin. Pra, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Ju uroj një të diel të bekuar.